nisur sot me Alice dhe Lalën për të treguar suportin dhe mbështetjen që Ferma Vip ka për Shqipërinë në Eurovision, duke shpresuar që do të kemi një rezultat dinjitos nesër. Faleminderit publiku që është në studio, të mrekullueshëm si gjithmonë. Shumë faleminderit për tuar trokitjet, të cilat vazhdojnë për opinionistët tanë. Me ne si gjithmonë janë Angel Shkira, Erman Mamaci, Armina Mevlani. Me një tjetër maraton emocioner sonte, sepse sonte kemi vërtet shumë për diskutuar me ta dhe shpresoj që të jenë të qetë, sepse kam një frikë që sa po t'ju them mirë mbrëma, do jenë... Dhe do të them natën e mirë! E rëndësishme është të shpëtojmë nga fiket e mikrofonit sot. E rëndësishme është të shpëtojmë nga fiket e mikrofonit, sa askush nuk do donte që të ndodhte, por natyrisht që në qoftë se zgjedhim që të flasim njëri si për tjetrit, pastaj bëhet një mishmash dhe nuk kuptohet më asgjë. Të shohim se... Shiko, sigur janë qetësuar pak. Këto 2 ditët e fundit, dje dhe sot kanë qenë pak më të qetë. Dhe gjithsesi do të kemi shumë gjëra për të sqaruar me fermerët tanë. Gati 1 muaj përpara finales së madhe, gara bëhet e fortë, bëhet e nxehtë. Sonte do të kemi shumë lajme për ta nga Gaj. Lajme të mira dhe më pak të mira. Një lajm super i mirë i takon atyre që do të jenë 5 finalistët e këtij edicioni. Do t'i tregojmë sonte se çfarë do të ndodhë me 5 finalistët e këtij edicioni. Dhe lajme më pak të mira, sigurisht për ata që zgjedhin që të thyen rregullat duke ditur shumë mirë se ky formati ka rregullat e mirë përcaktuara që përpara nisjes. Dhe ata e din shumë mirë se ku po hyjnë, e megjithatë në momentet e caktuara vendosin që të thyejnë. Atëherë, një tjetër gjë e rëndësishme për të thënë është që sonte një prej fermerëve do të lërë shtëpinë, do të largohet nga ferma jonë e famshme dhe do të vinë në këtë studio, do të ndërpresë rrugtimin. Kush do të jetë mes atyre që rrezikojnë? Ju vazhdoni votoni në voto.visionplus.tv, si dhe në një tjetër platformë. Mund votoni edhe në My Vodafone App. Vodafone mundson procesin e televotimit përmes My Vodafone App, aplikacionin që lehtëson eksperiencën e klientëve Vodafone. Për të mos e humbur këtë mundësi, përditësoni My Vodafone App në App Store dhe Play Store, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Kështu që keni 2 mënyra për të votuar tashmë. Mos siguroni ta bëni këtë gjë, televotimi vazhdon ende të jetë i hapur. Mirë, tani do të shkojmë në fermë për t'i përshëndetur dhe për të filluar sqarimet, debatet, diskutimet tona për një sër temash që kanë predominuar qëndrimin në fermë të fermerëve tanë.